Olta ju afrua Albes me hapa të qetë, pa nxitim, sikur donte që çdo fjalë të kishte peshën e vet. Zhurma e studios ishte zbehur, por tensioni ende rrinte pezull në ajër. Alba qëndronte e ulur, me duart e mbledhura, fytyra e saj tregonte lodhje, por edhe një forcë të re që sapo kishte dalë në pa. Olta e pa drejtë në sy dhe foli, me atë ton që nuk ishte as qortues, as përkëdhelës, por i drejtë. Ti duhet të bëhesh xheloze, i tha Olta qartë. Jo për të bërë skena, jo për të ulur veten, por sepse xhelozia, kur është e shëndetshme, tregon që e njeh vlerën tënde. Alba ngriti syt ngadalë. Nuk foli menjëherë. Po e dëgjonte, do bëhesh më mirë. Vazhdoi Olta. Shumë më mirë. Sepse ti nuk ke bërë skena në për shtëpi. Nuk ke britur, nuk ke thyer, nuk ke qarë sa për të parë. Ke mbajtur veten. Bravo të qoftë. Fjalët e saj ran but, por fort. Alba mori frym thellë. Ajo e dinte sa e vështirë kishte qenë të mos shpërthente, të mos humbiste kontrollin, të mos binte në grackën e dramës. Shumë vajza, vazhdoi Olta, kur lëndohen, bëhen zhurmë. Ti zgjodhe heshtjen. Dhe heshtja jote foli më fort se çdo skenë. Alba uli kokën për një moment. Brenda saj, mendimet filluan të rridhnin. A kam bërë mirë? A jam mbajtur fort apo jam përmbajtur shumë? Por fjalët e Oltës po i jepnin një përgjigje që ajo kishte nevojë ta dëgjonte. Xhelozia, tha Olta, nuk është gjithmonë dobësi. Dobësi është kur humb veten për dikë tjetër. Ti nuk e humbe veten. Edhe kur të dhembi, nuk e humbe. Ajo ul pranë saj dhe vazhdoi më qetë, ti ke zgjedhur dinjitetin. Dhe kjo nuk është gjë e vogël. Është gjë e rrallë. Alba e ndjeu fytin t'i shtrëngoi. Jo nga lotët, por nga ajo ndjenjë që vjen kur dikush të sheh ashtu siç je vërtet. Pa maska. Parole, ti nuk ke bërë skena në për shtëpi, e përsëriti Olta. Dhe kjo tregon shumë për karakterin tënd. Sepse skenat i bën ai që do vëmendje. Ti do qartësi. Alba foli më në fund, zëri i saj i ulët, unë nuk desha të bëhem ajo vajza që humbet kontrollin. Nuk desha. Dhe nuk u bëre, ja ktheu Olta menjëherë. U bëre ajo që di të mbaj veten edhe kur i dhem. Ajo u kthye pak nga të tjerët, sikur po fliste edhe për publikun, kjo është forcë. Jo britma. Jo lotët. Forcë është të rish drejt kur dikush tenton të ul. Alba ndjeu diçka që po qetësohej brenda saj. Një lloj paqeje që nuk kishte ardhur nga fitimi i debatit, por nga pranimi i vetes. Do të vinë momente, vazhdoi Olta, kur do ndihesh xheloze. Është normale. Je njeri. Por tani e di si ta mbash atë xhelozi brenda kufive të tu, pa u shkatëruar. Ajo e shikoi Alben me një buzëqeshje të lehtë, dhe kjo është arsyeja pse them, bravo të qoftë. Alba mbylli syt për një sekondë. Kur i hapi sërish, kishte një qetësi të re në shikimin e saj. Jo sepse çdo gjë ishte rregulluar, por sepse ajo kishte zgjedhur veten. Në atë moment nuk kishte më nevojë për shpjegime, për debate, për përplasje. Ishte një çast ku fjala mbaje veten nuk ishte më këshill, por realitet, dhe Alba e dinte, pa skena, pa britma, pa humbur veten, ajo kishte dalë më e fortë.